Po nëse thu për 20 vjet e kalume, një 6 vjet janë t'jujat. Pse s'po na flet pak çka keni boju këto 6 vjet? Edhe po çoni, jo, pa kemi me mbyll. Ka e kapni këtë shtet, ka e glabroni këtë pushtet me ka krejt. Mendoj që duhet të përballeni pak me qeverisin e juaj. Po flet sikur me pasor në këtë studio në vitin 2019 pa pas asnjëherë pushtet. Po harroni që 6 vjet jeni në pushtet. Kryeministri juaj është kryeministri pothuajse me periudhën më të gjatë në ulsën e kryeministrit. Dhe nuk moni ju këto sot me ardhë, më na fol për 20 vjet, që 6 vjet nuk keni në gjendje bash asnjë fjalë për me tregu çka keni vë. Po çish është e mundur? Veni sot në këtë fushat, edhe flesni për 20 vjet. Cilat janë 20 vjet? Po nëse thu për 20 vjet e kalume, një 6 vjet janë t'jujat. Pse s'po na flet pak çka keni boju këto 6 vjet? Kosovën e keni në vendin e dytë më të varfër në Evropë dhe nuk keni në gjendje me tregu kur gjë çka po bëni. Tash, lutem. Nuk ka qysh mos më konë vendi i dytë më i varfër në Evropë, kur e kemi një qeveri, një përfaqësues një qeverie, që për 6 vjet nuk është në gjendje për një politikë zhvillimore me numëru, një projekt të madh kapital me numëru, një investim të madh që ka ardhur në këtë vend. Po çka jeni në gjendje ju me përmend? Çka keni bë? Ka qenë GDP per capita edhe më herë të ulët. Po çish e shpjegoni që po shmanget prej vendeve tjera? Në vitin 2019, bruto produkti për kokë banori në Kosovë ka qenë 1.000 euro më i ulët se sa në Shqipëri. A din sa është tash? 3.300 euro. Është trefishu diferenca. Çish e shpjegoni këtë hendek? Vendet tjera po hecin përpara, Kosova po mbetet mbrapa. Dhe çka jeni ju të bë për mizon vendet tjera? Për 6 vjet asnjë sukses nuk keni gjendje me numëru, veni këtu na flisni për 20 vjet e kalume. Po thoni s'ka pas investime në infrastrukturë. Mos ka pas investime në infrastrukturë? Po syt janë mi pa për ditë. Në infrastrukturë prodhuese tash. Për ditë, po infrastrukturë prodhuese çfarë po nëm kupton? Fabrika me hap qeveria? Jo, fabrika me hap qeveria. Qeveria me ndihmu investimet e sektorit privat në fabrika. E keni gjetë Kosovën pa reduktimet e energjisë elektrike, keni kthyer energjinë reduktimet e energjisë elektrike, ja keni trefishu faturat biznesit. Për çfarë infrastrukture po flisni? Flisni për privatizim. Po çu më flisni për privatizim? Keni ardhur pushtet. Tu thon kemi me mbyll agjencione privatizimit, jeni të vazhdu sa po moni me privatizim, edhe po qoni, jo, pa kemi me mbyll. Pse s'pe mbyllni? Okej, Arben? Jo, të lutem, vesh ne jeni thuam krijimin e fondit sovran. Jo, fondit sovran. Krijimin e fondit sovran, pse nuk si një transformim organik nga pasetet që kanë qenë. Jo, fondit sovran se përgjigja për fondin sovran. Jo, të lutem. Jo, pse nuk pembyllni agjencionin privatizimit kur keni premtu? Po qoni në bord AKP-s njerëz me akt akuzë. Edhe flisni për politizim ndërmarrje publike. Po çka jeni të i bëj ju ndërmarrje publike? Okej, Arben, ju jeni ka fokusohemi tek performanca e ndërmarrjeve publike. Ka e kapni këtë shtet, ka e glabroni këtë pushtet me ka krejt fokusohemi